Ish-këshilltari ligjor i presidencës, Bledar Dervishaj, thotë se shkarkimi nga detyra i Erion Veliajt nuk mund të trajtohet nga gjykata administrative, pasi nuk është në punës civil, por i zgjedhur vendor, sikur je bashkiak. Si e tillë, thotë Bledar Dervishaj, rasti parashikohet nga kushtetuta. Këtu nuk jemi përpara rastit të shkarkimit nga puna të një të punësuari, sipas statutit të nëpunësit civil apo kodit të punës, dhe po diskutohet nëse është gjykata administrative apo gjykata civile ajo që do trajtojë rastin. Jemi përpara një rasti të shkarkimit të një të zgjedhuri vendor, me vot kryetar bashkie, organ që parashikohet nga kushtetuta. Sipas meje, çdo institucion që ka trajtuar rastin deri më tani e ka konsumuar një shkelje me karakter kushtetues, duke cënuar të drejta e liri themelore, shprehet Dervishaj. Ky reagim i Dervishajt vjen si përgjigje me dekretit të presidentit Bajram Begaj, i cili dekretoi datën 9 nëntor për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, duke anashkaluar faktin që Erion Veliaj e ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij, që sipas kushtetutës parashikohet pezullimi i çdo vendimi tjetër. Por Begaj, në dekretin e tij për datën e zgjedhjeve të parakohshme, argumentoi se Erion Veliaj u shkarkua me motivacionin e mos paraqitjes në detyrë, rast që sipas tij trajtohet nga gjykata administrative dhe jo kushtetuese.